Të ndihmon, sigurisht dhe ndihmon edhe ty, por edhe atë në mënyrën se si i merrni lajmet, edhe lajmet e tilla, pra niveli i përgjegjësisë sigurisht është më i rritur, por që ti kur ke njeriu e duhur në krah ke mundësinë dhe shansin ti përballosh bukur ato. E vërtet. Edhe ti jetoni bukur patjetër. E vërtet, domethënë unë lajmin e Shtatzanis ati ja kam thënë dhe ju ja kam thënë gjithve që unë po mos të kisha mbështetjen dhe po mos të shihja lumturinë në sytë e tij, do e kisha shumë të vështirë. Po, e vërtet. Ndërkohë, më thuaj pak si ke marrëdhënie me mamin tënd. Mami është shoqja më e mirë. Është shoqja jote. Po, e kam shumë të mirë marrëdhënien me mamin, domethënë që e vogël kam qenë kështu si shoqe, i shprehim gjërat me njëra tjetrën shumë lirshëm, edhe e di që ajo ka pas emocione shumë të mëdha atë ditë. Po është tipi atill që mundohet ta kamufloj dhe e din që po qau në sy tim, unë bëhem akoma dhe më keq se ajo. Kështu që i ke sy tek ajo në një farë mënyrë, se pash edhe tek video, që ti referohesh. Po, të shiher si çdo fëmijë me prindrit e tij. E do atë aprovimin e saj, do le themi atë mënyrën se si ajo i sheh gjërat. Po se ishte shumë e vështirë që unë t'ja mbaja të fshet dhe të mos e tregoja se motra dhe kunatat e kanë ditur që ditën e parë. Dhe i thoja motrës gjatë gjithë kohës se si ndihem që mami nuk e din këtë lajm, domethënë se normale dhe të ndihmon me një ide, me një përshtypje të saj. Edhe isha shumë kështu që si do reagoj mami, si do ndihet ajo. Patjetër, duke pasur në fokus, pa diskutime, dhe duke ditur me rakun. E vërtet. Po, ja kemi një gjë shumë të vogël për ty. Faleminderit. Ajo letra që të ra do ta lexosh tani. Ta shohim nga kush është. Që në mëngjes. Po, që në mëngjes ta fillosh bukur. Këto orar kemi. Ja, nuk na del. Vetëm të ta ndash me ne. Patjetër. E shtrenjta ime, di që ti në krahët e mi, sot mban jetën tënde në zemër, sa krenari jam për ty. Mami, besoj. S'ka kush tjetër, mami. Faleminderit shumë juve, faleminderit shumë mamit. Mami nuk është tipi kështu i surprizave. Si ja keni mbush mendjen, ç'a i bët juve? Mami, ama goca do bëhet mami. Po pra, të dalë dhe ta tregoj. Shumë gjë e bukur, edhe këto lotë tu në fakt janë lotë që janë shumë të bukur në raste të tilla, sepse është dhe një kujtim për ty. Ne na vjen shumë mirë që edhe ne kontribuojmë në një kujtim që ti ta kesh, edhe pse jo dhe vajza kur të lind të shoh mamin pastaj ndryshe. Ka dalë shumë herë në televizor. E ka fillu karrierën shumë herë. Dhe ishte vërtet shumë kënaqësi do të kisha në studio. Shumë faleminderit. Faleminderit se na zbukurove me emocionet, me bukurinë tënde patjetër, edhe me fjalët e bukura që një vajzë patjetër është e shtangur përballë lajmeve të tilla, por kur ka njerëzit e duhur në krah, familjen dhe partnerin, sigurisht mund t'ia dalë dhe mund të jetojë ato bukur. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë juve për kohën. Shumë faleminderit. Edhe urime vajt sa më mbar Shtatzania. Jetë lumtur për të gjithë, jetë lumtur.